Përshëndetje zonja dhe zotërim, përshëndetje vajza dhe djem, përshëndetje të moshuara dhe të moshuar, përshëndetje të gjithë ju frimorë me ndërgjegje të lartë. Ja ku u rikthyem përsëri në emisionin tim, quhet Demarkacion, ku çdo personazh i cili ka një mendim, një ide, një teori, një sugjerim, një kaos, i cili e beson fort atë, duhet ta besoj fort, po se besovi fort atëherë shkot sa vjen bëhet pjesë e emisionit. Vjen e ndan këtu me mua, po jo për gjë. Sepse unë mundohem të bëj pyetjet e dura. Po pyetjet e dura si i bëj nga Kurreshtja. Po Kurreshtja si më lind, Kurreshtja ka kosto të madhe, mos u merrni fare me atë gjë. Jemi tek reforma në drejtësi. Do hym direkte në temë. Kam gjetur një personazh shumë të interesuar. Juve e dini që të gjithë ata që janë në Shqipëri janë të interesuar, por ndërkohë bëhet fjalë për te kufive të Shqipërisë dhe një zonjë në cilësinë e juristes, e cila do të ndaj mendimin e saj për reformën e drejtësi, si e shikon ajo nga Anglia, e cila ka 13 vjet që jeton atje, dhe ndërkohë si e shikojmë ne në Shqipëri. Unë për shembull si Renaldo kam tema se kam pyetje pafund, por megjithatë le të ndaj mendimin me të nderuarën. Zonjën na shirefe, e shqiptova mirë, Mëhalla, Nashi Mëhalla, në cilësinë e juristes që do na ndaj një mendim për reformën në drejtësi. Përshëndetje Nashi. Përshëndetje. Si ja kalove, a je mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit që më fton në këtë programin tuaj kaq interesant. Mos thuaj faleminderit i thuaj vetes, të cilën e ke atë ingranazhin të brendshëm që arrin do të ndash një mendim një gjë. Nashi, unë jam i interesuar për një komunikim që më dërgove ti në Facebook, dhe unë u habita me thënë të drejtën, kur më thej që edhe aty në Angli, që kanë organizuar, ka patur takime lidhur me reformën drejtësi në Shqipëri. Si është e mundur që bëjnë edhe aty takime? Përse deri në Angli zhvillojnë këto takime? Me fjalë, nuk është se përse deri në Angli, unë për herë të parë mora vesh, me fjalë, e di që janë përfshirë organizata tjera për reformën drejtësi në Shqipëri, për kjo që mora unë pjesë në datën 2 dhjetor ishte organizuar nga Shqipëria, nga shoqata angleze shqiptare. Po se vrit mendje, mere qetë. Dhe nga një organizat tjetër e avokatëve britanik shqiptar. Po. Çfarë mendonin ata? Çfarë mendon të Më fal, vazhdo. Isha e ftuar atje sepse jam antare e shoqërisë anglë-shqiptare. Më falë dhe sikur me fjallë kam sikur si të vështirë kur filloj të flas shqip, kështu që sa të filloj çik atë. Mos e vrit mendjen sepse ke 13 vjet që që të mos zgjas historinë shumë. Po, jepi Nashi, më thuaj. Shkova në këtë mbrëmje ku ishin të shumë të ftuar, ishin avokat që të afirmuar në Britani. Një fondacioni që po ndihmon me reformë në Shqipëri quhet Fondacioni Slim. Që është SLYNN. Ky fondacion ka filluar punën që me profesional jurist shqiptar, avokat shqiptar, me ministrin e drejtësisë, me shefin e drejtësisë në Shqipëri, dhe ishte kryesuar nga një gjyqtare anglez, që ka dalë tani në pension. E çfarë thonin ata? Çfarë thonin? Na thuaj diçka, çfarë thonin? Që të mos e zgjas shumë në historinë, u prezantova me këtë gjyqtar që është një nder i madh të takosh një gjyqtar anglez në Shqipëri. Me fjalë absolutisht, unë isha tepër e gëzuar. E filloi historinë me fjalë se çfarë kanë bërë deri tani ky fondacion dhe çfarë ka në plan për të ardhmen. Me sa kuptova unë që ta përmbledh me pak. Po. Ata kanë filluar disa trajnime me shkollën e magjistraturës dhe kanë dhënë disa trajnime me gjyqtarët, me prokurorët, por që ka shumë vështirësi dhe gjejnë shumë vështirësi për momentin se absolutisht si të gjithë publiku shqiptar e di dhe politika shqiptare është që gjyqësori në Shqipëri
nuk është. Çfarë than nashi dakord, po çfarë than ndonjë gjë, ndonjë metodë se këtu edhe këtu mblidhen nashi, bëjnë letra ande këte, po ndonjë metodë si të zbatohet. Çfarë than? Unë jam shumë kurioz çfarë than. Në një gjë kështu, sepse juve që jetoni në Angli, jetoni jashtë Shqipërisë se dalloni. Ta zbus çik datë durimin të pa durimin tënd? Bravo. Më goditi. Me vjen çfarë ti do të thuash që çfarë është që mund të bëhet. Bravo. Shqiptar me sa kuptoj unë, me sa mora vesh unë, këto janë vetëm hapat e para. Po. Është një proces afatgjatë. Qeveria shqiptare Edi Rama ka folur direkt me këtë gjyqtar dhe i ka thënë çfarë metode të bëj unë që të nxjerr të pushoj të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kam sot. A vërtet? E ka thënë këtë, ja ka thënë këtij gjyqtarit. Gjyqtari, kryetari i këtij fondacioni i ka dhënë një përgjigje. Paguaj gjyqtarët më shumë. Bravo, ja pra, e shikon që e the esencën, po ku është reforma këtu pra, ata marrin nga 700.000 lekë, 500 euro marrin në muaj. Dhe që të mos e zgjasun me fjalë, vullneti politik me kësaj qeverie që është sot, është për të bërë reformën në drejtësi. Tani praktikisht këto gjëra janë shumë të vështira sepse duhen shumë ndryshime konstitucionale. Kapitujt kushtetues duhet të ndryshojnë që të mundësojnë reformën në thellësi. Dakord. Tani që të mos e zgjasim në këtë se këto janë terma pak të vështira për publik. Se vrit mendje ti vazhdo në fushën tënde profesionale, pastaj të vazhdoj unë atje, gërmoj atje ku duhet, tek. Më ke thënë një gjë shumë esenciale, mos haro. Pra unë po dëgjojmë ne si qytetar, po dëgjojmë këtu reform, ti ke thënë gjën më esenciale. Duhet paga. Gjyqtarët këtu unë jam në brendësi se sa marrin ata, gjyqtarët këtu marrin nga 500 deri 700 euro. Me këtë pagë ta harrojnë se mund të bëjnë reforma ata, le të ndryshojnë letra gjithë ditën. Prandaj ti jepi në këndvështrimin tënd. 500 euro gjyqtar. Jo po të vini natë 500 euro. Edhe presin drejtësi. Më dëgjon? Edhe çfarë plan, fjalë vullneti politik ekziston. Presion nga Europian. Bashkimi Evropian është këtu. Presion nga të gjitha trupet diplomatik është absolutisht fokusi i këtij momenti. Tani se çfarë mund të arrihet derisa të mbarojë kjo qeveri mandatin e vet, është nuk besoj se do arrihet në një progres i madh. Bravo, pra ti mendon që me fjalë Edi Rama duhet bëj diçka, qeveria e tij duhet bëj diçka në këtë aspekt, por koha po ikën. Po si, na duhet metoda, një gjë ja paska thënë ai gjyqtari që e ke takuar ti, ai shumë bukur ja paska thënë me këto paga. Di që ti sa paguajnë gjyqtarët në Angli, e ke idenë? Nese, këto janë, tema që gjyqtarët në anglisht, qiko se i kenë në Google, shko në Google dhe t'i japin i gjenë rogat se sa marrë gjyqtarët në anglisht. Unë nuk jam gjyqtare, nuk paguam aq shumë, kështu që. Mos të virë në siklet, po edhe se di, s'ka ndonjë gjë, ç'është mua bet. Pra, për diçka tjetër, përveç kësaj pagës, tjetër çka konstatuan dhe si mund të bëhet implementimi. E ke parasysh përveç letrave, implementimi. Është puna e implementimit, puna është që nuk janë gjendur ende proceset se si mund të bëhet reformimi i drejtësisë. Pra ti do të thuash Nohet për proceset, se çfarë procese se sisteme do vihen në vend që të bëhet reformimi i shtetit. Pra, ka shumë propozim. Një nga propozimet që Spartak Ngjela, avokati. Një nga propozimet që Spartak Ngjela ka bërë është që të hiqen të gjithë gjyqtarët që ekzistues dhe prokurorët dhe të zëvendësohen me të rinj. Kryetari i këtij fondacioni tha, pavarësisht se kjo është propozuar, është bërë në disa vende të tjera, por nuk ka rezultuar efektiv. Sepse në vend që ti të zgjidhësh probleme duke i hequr të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, ti krijon probleme. Po vazhdo se dëgjoj.
Pra duhen gjetur mënyra dhe forma dhe duhen implementuar procese që të kenë një rezultat efektiv dhe afatgjatë se çfarë reforme do bëhet në drejtësi. Pra, nuk është efektive që ne fillojmë njerëzit publiku, politikanët të sulmojnë gjyqtarët si individ. Ne të gjithë njerëzit presin që të reformohet sistemi, jo të ndrosh të zëvendësosh gjyqtarët e rinj e të vjetër. Po çfarë do propozojnë pra, Ngjela i propozovi të heqim këta, i hodhëm poshtë, tjetër çfarë është propozimi që thonë? A kupton kush është metoda? Para se them unë metodën time në fund. Kam ambicie, la moza, sa e madhe, nuk kupton tash kështu. I kupton të dyja pjesët, i kupton edhe anën gazetareske dhe argëtimin. Kemi ke metoda. Me metoda është, ti duhet të më ndjekësh mua, më ndjek mua ti? Po, piks, jam vetëm duke të dëgjuar ty. Pra, ndryshimet e sistemeve, proceseve, ndryshimet kushtetuese, largimet e kompetencave të vetme që ka Ministri i Drejtësisë, ka shumë kompetenca. Fjalë, duhet ketë më shumë pjesëmarrje publike në Këshillin Gjyqësor të Lartë, jo vetëm gjyqtarë, se nuk është efektive që gjyqtarët kontrollojnë gjyqtarët. Po, e drejtë, po, jetë më e hapur, është KLD, Këshilli i Lartë të Drejtësisë, po, Pra, ky fundacion dhe organizatat të tjera europiane që po e mbështetin dhe po ndihmojnë reformën e drejtësisë në Shqipëri, janë duke pritur dhe punuar duke marrë propozime të ndryshme nga shumë njerëz, nga shumë profesional. Pra është në fazat e fillimit. Dakor Nashi, një moment. Përpara se të vinte shtatori, Edi Rama me të madhe na tha në shtator ne do bëjmë reformën në drejtësi. Ndërkohë edhe ti hodhe indicie që akoma këta nuk janë drejt fundit, thjesht po diskutojnë. Tani çështja është kur mund të hidhet në parlament kjo gjë. Hajde se nuk po gërmojmë shumë se sa efektive mund të jetë, po kur mund të hidhet në parlament për votim. Ti si çfarë u fol aty në Angli? Ama s'do të thotë se të gjitha këto përpjekje, të gjitha këto presione, të gjitha këto ndihme që po merr qeveria shqiptare aktuale, nuk do të thotë që nuk kanë efekte pozitive dhe tani për momentin. Po. Dakor, po, e kuptoj, angazhimin e kuptoj. Për këtë jam I vetëm. Çfarë duhet të them? Puna është që këto punë jam marrin afate të gjata. Dhe çfarë shqiptarët, ne shqiptarët dhe politika shqiptare nuk shfaqim. Vazhdo se jam në linjë, mos kemi radhë. Jam shumë serioz. Shfaqim entuziazëm. Dakor pra entuziazëm, Onashi, po ne jemi të lodhur pra entuziazmë, ne na duhet metoda. Pra ti sa mirë hodhe, ti the shumë bukur. Po se çdo veprim ka një arsye pse ndodh. Këtu më kap mat, po vazhdo. Çdo veprim ka një arsye pse ndodh, sepse ne jemi një popull që kemi jetuar, nuk kemi njohur lirinë, nuk kemi njohur demokracinë, nuk kemi imagjinatën e të duam ndryshime dhe të përqafojmë ndryshimet me entuziazëm. Pra, këto janë pengesa, nuk është vetëm vullneti politik që nuk është aty ku duhet. E drejtë, është lidhe me të shkuarën historike, po e drejtë. Ka arsye përse jemi ne në këtë situatë, po mos harro që Anglia sot që ka atë lloj sistemi drejtësie që ka, e ka filluar në shekullin e 19, pra ka mbi 200 vjet. Po mirë, po çfarë I pengon shqiptarët ta marrin shembullin e Anglisë, ta zëmë ta sillin këtu. Nuk I bien kazmës, as nuk lodhen. Tren ke implementojnë me një çik vështirësi. Pse se bëjnë këtë atëre? Çfarë I mungon shqiptarëve? Shqiptarëve I mungon etika profesionale si avokat, si jurist, si gjyqtar, si prokuror. Për shembull, do nisim se çfarë tha ky Sir David Latham. Sir David Latham tha, avokat në Shqipëri është një çudi e madhe, me fjalë që nuk është gjë e mirë, ai nuk ishte impresionuar, nuk mendojnë se I kanë detyrime gjykatës. Bravo, sa bukur e kapi, fantastike fare, më kënaqem me esencë. Avokati në Angli.
Avokatin e anglik është oficeri i gjykatës, ashtu në të njëjtin kohë i ka detyrime të akuzuarit ose të arrestuarit ose kushdo që po procedohet. Pra me këtë sa bukur Kryesore është absolutisht siç ka detyrime gjyqtari, prokurori, oficeri policisë gjyqësore, edhe avokati që punon privatisht ka detyrime ndaj gjykatës. Pra, është etika profesionale që shqiptarët ende ne çalojmë, sepse vim nga një sistem monist ku njëri bëndi ligjin. Ishte në funksion të sistemit, pra ne ende vazhdojmë në atë rrjedhën që sistemi drejtësisht është në funksion të qeverisë, o në sistem të partisë që ka qeverinë. Pra, është e komplikuar, nuk është kaq e thjeshtë. Dakord, këtë gjë e tha dhe ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, e tha fiksisht e the ti. Pra dëgjojnë leprorët e tyre dhe çfarë i thonë ata e transmetojnë. Dakord, por në këtë rast ti the një gjë shumë esenciale, nuk e shikojnë si detyrë, sa bukur që e the atë, nuk e shikojnë si detyrë. Fantastike. Pra, deri diku gjyqtarët në Shqipëri bie që janë hamenj, punëmarrës të rëndomt. E ke parasysh e shikojnë punën jo të denjë, jo të virtytshme. Pra kjo përkthehet në publik. Apo e kam gabim? Ti flet atë perceptimin e publikut dhe unë nuk po e kundërshtoj atë që thua ti, unë po them me fjalë po flas mënyra se si drejtësia dhe reforma në drejtësi perceptohet në rrethe intelektualesh, juristësh, njerëz që janë profesional dhe se si e shikojnë vështirësinë dhe pse është e vështirë. Po ajo që se si e percepton ti, unë absolutisht nuk absolutisht unë pajtohem me atë. Puna është se çfarë mund të bësh që të ndryshosh këtë në themel. Duhet dhe në kohë, duhet vullnet politik, duhet njerëzit të bëhen vullnetar, për shembull profesional, jurist në Shqipëri që ka shumë profesional të mirë, duhet bashkohen dhe të punojnë me organizatat amerikane, europiane, me këtë fondacion që është në shtratin e reformës në drejtësi. Pra ata duhet vinë me propozime, duhet vinë me propozimet e tyre në pala shqiptare. Pra, që të kesh një sukses të tillë, duhet dhe punë nga pala shqiptare. Onashi, e di se e bën muhabetin ti e bën muhabetin e para njërë e shtrina që gjerë në rrugë diplomatike, pam kap të gjitha. E dyta, ne nuk jemi një shoqëri kështu që ta angazhojmë, ne jemi një shoqëri, çfarë do na sjelli qeveria? Qeveria do na bëjë ndonjë gjë. Këtu njerëzit e kanë vuajnë në momenti që shkëputen nga puna. 2 javë u bien direkt këmbër në ujë, nuk dorin të mendojnë ata tani, nuk angazhohet njëri në atë formë siç mendon ti. Qeveria ka ndonjë ide si do implementoj reformën drejtësisë. Unë jam shumë skeptik. E para, e dyta, unë çuditem si ka mundësi e nderuar Nashi që për 23 vjet unë s'kam dëgjuar asnjë fjalë, nuk kam dëgjuar për reformën drejtësi. Kam 6 muajt e fundit, 8 muajt e fundit që ngjyret media. Reforma drejtësi shumë jetike. Pse sot edhe nuk ishte gjerdhje? Kjo është e thjeshtë, ta jap një, kjo është absolutisht e thjeshtë, sepse shqiptarët, unë e thash dhe ne shqiptarët, shiktu dhe politikën shqiptare, ne nuk bëjmë për gjë pa na thënë tjerë, çohu bëj diçka, realizo diçka. Pra, objektiva që i ka vënë Bashkimi Evropian dhe Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Po pra të bëhet kështu, mekanikisht. Shqipëria vetëm duke i dhënë objektivat të tilla, shqiptarët duke i dhënë objektivat të tilla, duke i dhënë ultimatume mund të arrijnë rezultate. Okej, mund të arrijmë rezultat. Pra dhe mund të arrijmë rezultat. Pra kemi problemin në shoqëri. Sepse edhe këto ne jemi mësuar me të dhënë me ultimatume, sepse vijmë nga një shoqëri opresive. Kemi jetuar gjithmonë me regjime diktatoriale ku Tani? Kur ne nuk kemi mësuar që të kemi imagjinat, pra nuk kemi imagjinat. Imagjinat. Që ta kapi, kemi vullnetin që të jemi krijues, a më kupton? O Nashi, imagjinata është element i njerëzve të lirë. Mos e gasmo shumë, imagjinata. Bravo, ti e përkufizove më mirë se unë. Imagjinata është parajs, imagjinata. Çfarë imagjinat këtu i drejt mendjes në Shqipëri imagjinat? Imagjinata
nashi, shiko çfarë kam diçka, dëgjoje me vëmendje. Dëgjoj me vëmendje se jemi ke reforma me medresi. Ka thënë një profesor sociologjie e nderuar. Roland Lami i quhet. Shiko sa bukur e ka thënë. Reforma në drejtësi, sezoni serioziteti i vullnetit politik. PS-ja, Partia Socialiste. Partia Socialiste thot, presin komentet e Komisionit të Venecias. PD-ja dërgon propozimet e saj tek Komisioni i Venecias. Shikoj sa e bukur, është fantastike fare. LSI-ja, reforma të jetë konsensuale. Presidenti, reforma të jetë gjithë përfshirëse. Shikoj sa bukur flasim, fantastike. BE-ja, nuk ka hapje negociatash pa reformën në drejtësi. Amerika, reforma në drejtësi, një domosdoshmëri. Pra, këtu asnjëri nuk na flet në forma shteruse, asnjë subjekt nuk flet. Konkluzioni ja bën profesori sociologjisë. E rëndësishme është të flasim për reformën, por jo ta miratojmë atë, pasi ne në të kundërt na duhet të shpikim një temë tjetër. Pra një profesor sociologjie na ja afron si temë që qarkullon kështu. Pra nuk kemi gjetur ende zgjidhje, as në Angli nuk u gjet një zgjidhje. T'ja kishte thënë atij kryeministrit ton gati, na bëj kështu dhe hajtung. Puna është shumë të përmbledhur të gjitha ato që ka thënë ai profesori. Do të thotë që palët shqiptare. Puna është që për na drejtësia është ka qenë dhe vazhdon të jetë në duart e politikanëve. Po sikur ta kthejmë mbrapsh bisedën, ta kthejmë popullor çfarë. Nëse këtyre gjyqtarëve u japim të paktën 1.000 euro të shkallës së parë pagë. Ti si mendon se sa mund të ndikojë që ai të fillojë të punojë me integritet? Nuk është zgjidhja. Nuk është zgjidhja thuaj? Pra as paga nuk është zgjidhja. Duhen ndryshuar sistemet. Sistemet, proceset, procesi i rekrutimit të gjyqtarëve të gjykatës së parë, sistemi dhe rekrutimi i prokurorëve, sistemi i mënyrës së rekrutimit të oficerëve të policisë gjyqësore. Të gjitha këto të fillojnë të ndryshojnë që njerëzit që të futen të jenë analizuar nga profesional, të jenë rekrutuar në mënyrë të drejtë, nga panele që janë profesional, me procedura dhe sisteme korrekte. Pra, që të kesh sisteme dhe procedura korrekte, se si ta udhëheqësh një organizat, do të thotë që ti nuk ke vend që të shkelësh ato procedura, se po shkelë procedura, ti do penalizohesh. Pra ti i beson shumë sistemit, pra mekanizmit, ndryshimet kushtetuese. Gjithë njerëzit që vërtet ndojnë për demokraci, nuk duhet të reformohen njerëzit, nuk duhet të ndryshohen njerëzit në punë, duhet të reformohen sistemi. Në rregull, pra e mora vesh. Pra me këta njerëz që janë, do mundohemi që të fusim mekanizma që t'i kontrollojë sistemi ata. Puna është absolutisht, puna është se tim gjyqtar dhe prokurorët, ti mund ta luftosh korrupsionin duke i investiguar, duke në fjalë parë nga ankesat që nga publiku, me fjalë me korrupsionin, në raste të veçanta mund të merresh me mënyrën se si është perceptuar korrupsioni për të gjithë shoqërinë. Është më e vështirë për ta zgjedhur. Është më e vështirë për të luftuar të lloj korrupsioni. Pra, se si e percepton ti gjyqtarit, prokurorin, është më e vështirë që të eliminosh atë lloj mentaliteti, se sa të penalizosh një prokuror ose një gjyqtar ose një oficer të policisë gjyqësore. Të kuptova, ti ke fjalën ke sistemi, mirë është që sistemi ti kontrolloj këta njerëz, edhe Ngjela e ka thënë këtë gjë, po ndërkohë ne jemi nga ana tjetër ti na thuaj ti, po përsëri ti na thuaj që ne kemi pjesë të trashëguar nga kultura dhe kemi këto dy përplasje. Kush do triumfojë, sistemi, të cilët do t'i fusi këta njerëz në shinat e duhura, apo kultura e cila na transmetohet, mënyra se si na transmetohet? Përsëri është konflikti i madh kjo. Absolutisht. Është konflikti i madh, do të marrë shumë kohë, do të përfshi shumë njerëz, do të përfshi shumë ekspert, do të përfshi njerëz që vërtet kanë dëshirë të sjellin ndryshime në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Pra vërtet duan të mirën e Shqipërisë. Shqipëria nuk bëhet me të pojë, do bëhet me shqiptar.
Shqiptar, po dakor, pa shqiptarët nuk I besojnë shumë që të kontribojnë, pra nuk e shikojnë si detyrë, nuk janë shumë të denjë për jetën që bën. Shqiptar, po ka shumë shqiptar që duan të kontribojnë. Ka vërtet shumë, po aman kur ta zej tjetrit të zinë rrugët në atë lloj forme, kontribojnë njerëz. Po nuk do të thotë që s'ka njerëz që nëse u jepet mundësia nuk do kontribojnë. Nashi. Jo vetëm në reformën e drejtësisë. E mora vesh. Por sipas kësaj interviste që në bëm bashk, mos ndoshta do të thotë që do shtyhet kjo reforma në drejtësi, ndoshta nga fundi qershorit mund ta miratojnë. Është në vazhdim. Është në vazhdim. Po marrin konsultime gjëra. Njerëzit ata që janë angazhuar me këtë gjë janë punime sipër, kanë programe sipër, kanë projekte të ndryshme, përgatiten për trajnime të ndryshme. Mua ai gjyqtari anglez pa në qofë se të bëja kisha dëshirë të vija të bëja trajnime në Shqipëri. Kështu që më thënë nuk do të thotë që njerëzit dhe këta njerëz që janë të përfshirë kanë pushuar, sepse nuk ka shpresë të madhe ose ka dilemë të mëdha nga palë shqiptare. Njerëzit janë duke punuar. Okej, në rregull, janë duke punuar, dakor, okej, në rregull. Pra diçka do ndryshoj pavarësisht kohës dhe cilësisë se si ndryshon. Ndryshimet vinë absolutisht dhe spontanisht. Po, e spontanisht. Progresi do vi, por duhen njerëz që të menaxhojnë, të gjenë mekanizmat e duhur, punojnë me njerëz të duhur, po s'do të thotë ndryshimi do jetë menjëhershëm. Graduale. Di çfarë më vjen nat me ty Nashi, sepse ti ma bën mua intervistën për njerëzit që me ndërgjegje të lartë dhe për njerëzit të denj, pra kanë nxjerr kuptimin e jetës. Ndërkohë ne jemi përpara një mase të cilët janë të pangopur akoma me lek, akoma nuk e kuptojnë, kënaqësinë e përkthejnë me lek. Çdo gjë mund të jetë pa lek, për shembull të kënaqesh me miq, ai thotë jo shoko, kur un kam lek atëherë do më respektojnë. Tani ti mua më flet për njerëz me ndërgjegje të lartë. Ajo është pjesa më e lehtë për të menaxhuar. Pa vërtet. Ha? Absolutisht. Pjesa më vështirë është që të kesh, të vësh, të implementosh reforma që janë efektive. Bravo. Po diçka tjetër për shembull, që në reformën për drejtësinë, qeveria nuk mundet të marrë një nisëm që të thotë njoftojmë të gjithë gjyqtarët të cilët kanë bërë çfarë kanë bërë të bëjnë një farë amnistie dhe ata të dorriqen vetë. A flitet në këto tavolinat tuaja që të dorriqen se ka shumë gjyqtarë që kanë bërë nga 800.000 euro kapital, e ke parasysh ngelen duke numëruar lekët ngelen. Jo duke numëruar lekët se marrin financiere, po dërgojnë fëmijët në shkolla të shtrenjta, blejnë shtëpi. A kupton? Një farë vullneti të brendshëm, I beson ti kësaj? Po kjo është ana morale, Çfarë fyt, ana morale? Kjo është pjesa një problemi I shoqërisë shqiptare në përgjithësi, po flas këtu. Se do të thotë se vikan të gjithë, ja vikan 10 avokatë ose gjyqtarë thonë që ne kemi marrë lek mjaft tani do ta lëm punën. Puna është që pos ndryshove sistemet, pos ndryshove proceset. Jo ta futi si element ai, këtë ta futi si element. 10% e sistemit vetë pastrohet, e ke parasysh vetë pastrohet. Se ka mirë qeveria thonë ata, ne kemi bëm sa bëm lek të fusim një indietro, kontribojmë kështu as si akademik më pas. Edhe unë po flas për njerëz të denjë, shikoj që po mjet poshtë njerëzit e denjë. Kanë shumë shpresat e avokatët, prokurorët, dhe gjyqtarët e rinj. Që sot që janë duke u trajnuar dhe duke përqafuar ndryshimet pozitive dhe vërtet kanë dëshirë të sjellin ndryshime në Shqipëri. Po, e drejtë është, e drejtë. Edhe ata që janë aty, që janë të rinj, edhe këtej nga vendet europiane, Angli, janë vërtet interesuar që Shqipëria të reformohet e të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Pra ka shpresa. Po, ka shpresa. Shqipëria ka arritur shumë brenda këtyre 20 vjetëve. Si the? Shqipëria ka arritur shumë brenda këtyre 20 vjetëve. Po mirë, në rregull, po dakord kemi arritur, por kemi arritur si rrëdhoj e mekanizmit të tregut të lirë. Unë jam sociolog e nderuar dhe unë dua të di se çfarë ritmi ka qeveria, po tregu I lirë di gjithë ditën unë që s'pyet për qeverinë, është dora I padukshme Adam Smithit. Mua më duhet qeveria si ngre mekanizmat. Pra në këtë rast je optimiste, por jo se mundet të ndryshoj diçka shumë shpejt. Mekanizmat duket që janë duke punuar.
Okej, në rregull, diçka tjetër për ta mbyllur, me që edhe ti e vure kushtin e kohës. Dua diçka lidhur me këtë që thot Spartak Ngjela. Spartak Ngjela unë e kam shumë inspiruese, dhe ai thot diçka të kësaj natyre. Reformën në drejtësi do të thotë që të futen në burg titullar, funksionar publik. Sa qëndron kjo? Po atë që thot Spartak Ngjela më mërmendje se e thot çdo shqiptar kudo që jeton. Pra edhe mund të ndodhi, ja? Puna është që të arrish të arrish të sjellësh drejtësi të pandikuar nga politika, do të thotë që ti drejtësia të jetë pavarur nga politika 100%. Por për momentin, jo vetëm në Shqipëri, por në vendet të tjera më të zhvilluara të Europës Perëndimore, drejtësia nuk është aq e pavarur. Pra ka ndikime dashur pa dashur. Pra, por në Shqipëri koncentrimi i pushtetit është vërtet në disa duar dhe duhet shumë punë të bëhet. Në fjalë, duhet mentaliteti të ndryshojë. I njerëzve që vërtet kanë dëshirë të sjellin ndryshime. Bravo, është çështje kulture, çështje edukate, nuk investon njëri në edukimin, nuk investon njëri, shumë e vështirë. Pra, okay, pra që ta mbyllim ndonjë mesazh kështu nga ato të tuat koncentrate lidhur me reformën drejtësisë, si shikon ti, pra dashur pa dashur, çfarë mesazhi mund të na japësh? Pra i bie që kur mund të miratohet. Ke parasysh se këta na than Rama na than shtator, na ka mashtruar. Mesazhi. Shiko këtu, unë kam punuar në Elbasan, më shumë se 7 vjet në prokurorin e Elbasanit dhe kam shumë gjyqtar, prokuror. Por më fjalë dhe janë miq të mirë të mi. Por duhet, më fjalë, rezultate pozitive do harriten. Okej. Po normal, po aman po s'pati shembull nuk arrije. Por puna është që duhet vullnet i madh. Okej. Jo vetëm presim nga kuajt. Okej, në rregull. Shumë faleminderit Nashi. Shqiptarët do ta bëjnë, Shqipërinë do ta bëjnë vetëm shqiptarët. Po, aman duam edhe një çikë modele perëndimore. Absolutisht, shembuj të mirë ka, shembuj të pozitiv duhet ndjekur gjithmonë. Po, shumë faleminderit Nashi, je e mirëpritur në çdo kohë të na japësh mendimin tënd koncentrat rreth një fenomeni. Në këtë rast më pëlqeve, por aman më tregove që je diplomate. Je diplomate, pra nuk më solle esenca, ke parasysh që si këta gjyqtar. Esencën e thash nuk janë, shiko këtu njerëzit, publiku shqiptar do të dëgjojë sot që kur do hyjnë gjyqtarët, prokurorët, politikanët e korruptuar, kur do hyjnë në burg e kush do t'i fusë ata në burg. Të duan njerëzit, sa e madhe që je, ndërkohë ti e vetheksën ke sistemi. Okej, shumë. Dëgjoj sot. Puna është që të penalizosh njerëzit me influencë. Duhen ndryshime të mëdha në sistem. Nashi, shumë faleminderit, pra duhen ndryshime të mëdha, ti e vetheksën e ke kushtetuta dhe ke gjithçka, dhe i beson shumë kësaj gjë. Shumë faleminderit, të përshëndes e nderuar. Ku jemi këtu? Shifemi herës tjetër. Shumë faleminderit ti. Folëm mirupafshim. Folëm e dëgjuat, folëm për reformën e drejtësisë. U munduam të merrim indice nga Anglia, bëjnë edhe atje takime për reformën e drejtësisë, çfarë do ndodhi në Shqipëri, metodën, metodologjinë. U përpoqja të merrja një mendim, po mendim koncentrat, por arrita nuk e zbërtheva siç duhet. Ka këndvështrime politike ose unë nuk i kuptoj siç duhet, se s'ka mundësi. Por nuk më mbetet gjë tjetër vetë se ta mbyll emisionin. Këshilla e moderatorit është shëndetin humorin në radhë të parë. Po, mos harroni. Për të tjerat kujdeset nini 59 të kushtetutës, aty e keni, lexojeni, mos e vrisni mendjen, gjitha të mirat aty janë. Nini 59 Nashi, dëgjoj, lexoj, ta lumsha. Slogani jonë është, slogani në emisionin Demarkacion është, këtu dëgjohet fjala juaj, këtu faktorizohet kauza juaj, këtu jap veshët edhe qeveria. Nga Renaldo Bregu, faleminderit që na dëgjuat, shihemi të shtunën tjetër. Tung! Fantastike, Nashi.